Hamdi takon Allahu Gjeleshanhu, salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gjematin në rumë, prej begativet mdhaja që Allahu Gjeleshanhu ja dha njerëzimit është edhe koha. Po koha do t'jese në dobin ton kur ne do t'a shfrytëzojmë kohën, e jot kohën t'a qojmë kot. Gjithë bota lufton që t'fitoje kohën, që ta shfrytëzoje kohën dhe të prodhoje diçka brenda një kohe shkurt. Te ne fatkeqësisht një numër të madh të njerëzve kur i sheh për udhë, thot kam dalë të hupi kohë. Te ne vetëm hupat koha. Përgjithësina për botë njerëzit shikojnë ta shfrytëzojnë kohën, a te ne e hupim kohën, se kemi shumë ne. Do thot prandaj xhamat, ne duhet ta shfrytëzojmë kohën dhe të jemi në trend me botën që të mundemi edhe ne këtë kohë që na e ka dhënë Zoti si begati ta shfrytëzojmë për dobin ton, ta shfrytëzojmë për të mirën ton dhe të arrijmë ndonjë sukses brenda kësaj kohe që e kemi. Se ne nuk e dim sa kemi kohë, po atë që e kemi në disponim të mundohemi ta shfrytëzojmë maksimum për çështjet e kësaj dynjaje, po qoftë edhe për ahiretin, për të dijat ta bëjmë një balans në jetën tonë, që ta shfrytëzojmë, do thot edhe në këtë botë kemi hajër prej kohës, po edhe në botën tjetër. Po fatkeqësisht ne nuk e shfrytëzojmë. Ne xhamat e lam kohat na hike prej dorëve. Ne e lam kohën na shkoje zion. Pejgamberi alayhis salam në një hadith xhamatin ndershëm tha, puna më e mirë është ajo që bëhet në mënyrën më të përsosur. Kur të bëhet një punë më mirë dhe më përsosur? Kur ti do ta shfrytëzosh kohën si duhet. Kur ti do punojsh me termin e jo me tamin. Sot një numër i madh i popullatës tonë nuk punon me termin. Hala me tamin parafërsisht. Nëse i thot 8 nuk shkon 8, shkon 12. Nëse i thot me 25 do shkoj me 30. Do thot hala e kemi problem ta fiksojmë vetveten në precizitet. Në mënyrën përsosët bëhet kur ti do jesh preciz, kur ti do jesh i sakt. Do thot jo të punojsh pa kontroll, po duhet i vendosh vetvetes kontroll. Duhet vetveten ta disiplinojsh që të jese i rregullt dhe kur ta japë një fjalë ta mbajë atë fjalë. Allahu xhaleshanu Kur'an na tha wal asr, u betu Allahu xhaleshanu në kohën. Allahu xhaleshanu bën ben kohën se ka vlerë koha. Pejgamberi alayhis salam një rend dikush e kishte thirr ta kohën në një vend. Pejgamberi alayhis salam 3 ditë shkoi në njëjtin vend e priti. Mbas 3 ditëve ai njeri kish harru, kish ardhur mbas 3 ditëve. Pejgamberi alayhis salam i tha djalosh tha, ma ke randu tha pak punën, që 3 ditë tha jom të prit. Pra në 3 ditë ato e kishin lënë të njëjtën kohë. Në qatë kohë që e kalon pejgamberi alayhis salam, e kalon drejt zatekën filon vendi, 3 ditë rënd pejgamberi alayhis salam aty ka dalë që ta takoje, edhe pse ai kish harru. A pejgamberi alayhis salam edhe pse ka qenë pejgamber, ka qenë i zgjedhti Allahut, ka pas 100.000 angazhime, po që mos i dale prej fjale, 3 ditë rënd ka shku ta takoje, e ai s'ka ardhur. Mbas 3 ditë kur ka ardhur, e ka gjetë pejgamberin alayhis salam aty. Pse? Që mos i dale prej fjale dikujt, që mos e vije puna e më tha do vinë që këtë kohë nuk erdhë. Pejgamberi alayhis salam se ka pas këtë princip. Pejgamberi alayhis salam nuk ja ka lujt minutin dikujt kur i ka thonë do jem aty ka shku. Sot dikushit merr të ta bojë një punë, thot për 3 ditë e ki e hazër. Kur shkojsh ti mbas 6 ditëve ai hala se ka nis. Po pse thot për 3 ditë e ki e hazër? Pse rrejën? Pse mashtron mishterin? Nëse ty duhen 7 ditë për ta ndreç një send, thuj, mbas 8 ditëve hajde. Ma mirë 1 ditë plus epja vetit, që të kiesh kohë ta bësh, e kur ti bësh telefon, edhe nëse i ke thonë për 8 ditë, kur ti bësh në 6 ditë ose në 7, e thotë sa precis kona ki. Ama kur ti thush për 3 ditë, e si ja bon për 7, a i dhe thotë e rrena vec. Ama valla une nuk këm deshto që të arrej, këm pas 100.000 punë. Kuj ti intereson? Kuj ti intereson, a i nuk e disa 100.000 pun i ke pas. Pra, ne duhet do thotë të kemi parasysh, sa na shkon kohë për ta bo diçka, qash duhet të mundohemi të lypin. Jo ti themi dikujt për çka që mas e mos jemi në gjendje ta bëjmë për çaq. Pra, del prej fjale, del prej bese. Muslimani nuk guxon dale prej bese. Ne çdo herë kemi merak të lam sendën në fund.
Në çdo herë kemi merak edhe si shtet xhamat nuk kemi rënd. Shifetin doktor t'jep termin, hajde në 9 kur të shosh 11 do të thirrë. Edhe në shtet nuk ka mundësi të vendohet rënd, do thot në këtë vend. Si me let më mos folim, si me let hala ma shumë, e shetin Ramazan, çka bëjnë Ramazan? Dhe thirrën iftar dikushi 3 minuta para se vije koha e iftarit, dilti shifin na për Saraje, na për Shkup si bëhet. Krejt si të shmendat, nuk e din se si vuzitin. Ka 100, pse? Ri, e pastaj 5 minutet e fundit, nga rëndë që shej keti ka im fajt. E në kur ti shof shqiptarën, ditë Ramazanit, 5 minuta para iftarit, kanë zripi lëmozine, rrihen në njëni qetrin. Pse? Pse s'ka pas ki vak një 15 minuta ma herët dale. Ki mora ta prese 2 minuta para iftarit. A i të ka thirë një iftar para kohë, shkojsh, jo ti të shkojsh mbaj si ka thirë e zone. A i misafir që të vinë bas e zonit, mshelja derën e të hajen vetur. Qka duhet e misafir? Nuk shkot një iftar mbaj si ka thirë e zone. Sluhet në për Saraj, mund të të shkele, me kanë kam, të shkelin, të nga rend, frikë se kam bet vonë, po asë mund që ti një 10 minuta ma herët. Në sabah, shifi që ka bëjnë njerëzit, qotim shtatë, sabah shifi si vuzitët, shifi vetë rujë mës të të shkele, kam bet vonë, pse? Kamerak dherin dakikin e fundit fene. Ma se kur qohet, në 5 dakika në pun du t'i jem, qota shpejt, para 2 dit e njani, prej lubin, deri, të në himjet Sarajt, në priti saj një dale, shkele fmit, uj, shikara, lak fmit, që shkojnë shkollë. Pse? Kam bet vonë, po kujti interesant. Pse su qove ma herët? E që kjo është ajo gjendja jo në gjemat, se kërkundi s'përdorim sahat, a sahatin gjithë dit e qullojmë. Gjithë dit gjemat e qullojmë sahatin. Që sahat mur, sahat dorë, sahat telefon, e ne prap shkojmë vonë. Kjo vetëm të nëndodhe. Si cilën 2 minuta e këshyrë sahatin, si cilje që telefon sa u bon, a prap vënofmi. Unë së quditëm si mundet njeri 100 herë ditë të shohe sahatin, e në prap tjesë e vonë. Është e pa mundshme. E pra ndaj, këtë tabihat gjemat nuk në bon. Këtë tabihat nuk është i mirë. Duhet do thot mundohemi ta programojmë vetë vetën, që t'jemi precis. Pse që këtë shqiptar, që këtu s'ka kur një farë rendi, kur e mere që në Zvicra, disa precis bëhet. Zvicrani 2 minuta si vonohet në punë. Ama këtu të shefi shqiptar, shefi ka shku në kafe më 8, ajde shkojem 10, ka dal, sa hala si ka dal gjumi. E tash gazda du t'i shkruji, hajde be ma shpejt se në kafe mi 8 prit, a i flenë. Edhe një sahat tash shefi së një mledhe punëtorët. Se së një mledhe punëtorët? Se s'kemi precizitet. A që qatë, të marrë të qësh qëtër kundi, bohët precis. Dhe thot nuk është problemi sa i si arrokën, është problemi se nuk dënë. A kjo gjemat duhet nërishoje. Si musliman nuk në ndjanë që t'jemi gjdo herë vonë për gjdo kundi, se zatë edhe si popull në kretë asendet jemi ma vonë se kretë. Këtë dynjoja ka mbrit i kundi, ato vetë se më të uprish dhe tek atër nga del gjumi, hajde tash të bëjmë dhe njëse. E gjemat mës jemi të fundit në botë, po të mundohemi si musliman të jemi precis në gjdo aspekt, sepse Allahu Gjeleshanuhu e donë precizitetin dhe gjdo ko shife namazet, si janë bo namazet. Pse nuk thirë namazet për shumë tash i qindin të athirim kur të na kujtohet? Jo, e ka kohën fix me minut. Akshamin e ka fix me minut. Jatsia është fix me minuta. Nuk është hajde, da falim jatsin, kur të na mteket. Jo, s'ka kur të na mteket. Me precizitet, me minuta. Allahu Gjeleshanu edhe në ibadete, në namaz, në zeqat, 2.5, nuk ka thonë e një zeqat 7, 3, 2.5, do të 2 e gjisëm. Fix, as 2.4, as 2.6, 2.5. Precizitet, në agjërim, precizitet, në haqë, precizitet, edhe ibadetet, gjdo send Allahu Gjeleshanu i ka bo me precizitet, edhe njëjt në e lypë, se Allahu e donë precizitetin, edhe neve gjemat në e lypë që t'jemi precis, inshallah të mundohemi që kohën të avëndëm shërbimin tonë dhe t'jemi në trend me kohën, me gjërat të cilët janë në dobin e vetvetës dhe popullit tonë. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.